Pas dështimit në 3 tentativa radhazi, duket se këtë herë problematika e pallatit 1300 në lagjen 24 maj në Vlorë është marrë më në fund seriozisht. Bëhet fjalë për një objekt të amortizuar, i cili prej vitesh është konsideruar në rrezik shembjeje dhe që ka vënë alarm 10 familje që jetojnë përreth tij. Në përpjekjen e parë, institucionet kishin vendosur një afat prej 3 muajsh për ndërhyrjen, por punimet nuk u realizuan. Edhe 2 përpjekjet pasuese dështuan, duke shtuar pasigurinë dhe frikën e banorëve. Tashmë duket se e treta është e vërteta, pasi punimet pritet të nisin në ditët në vijim. Pallati ka pësuar dëmtime të shumta, të cilat janë përkeqësuar ndjeshëm mbas tërmetit të vitit 2019. Sipas ekspertëve të ndërtimit, përveç godijeve sismike, një ndikim të madh ka patur edhe një shtesë e ndërtuar ngjitur objektit, ku ishte ndërhyrë pa respektuar kriteret teknike. Kjo shtesë ka ushtruar presion shtesë mbi strukturën ekzistuese të pallatit, duke rritur rrezikun për shembje. Vetëm pak kohë më parë, kjo ndërtesë shtesë u shemb si një masë e vonuar, por e domosdoshme për të ulur rrezikun. Megjithatë, specialistët paralajmërojnë se dëmet në pallatin kryesor mbeten serioze dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Ndërkohë, në zonë tashmë janë ngritur skelerit dhe gjithçka duket gati për nisjen e punimeve. Banorët shprehen të shqetësuar dhe të frikësuar. Pallati ndërtuar shumë vite më parë me parafabrikate është kategorizuar zyrtarisht si objekt me rrezik të lartë dhe i pabanueshëm. Edhe pse disa familje janë larguar, të tjera jetojnë ende pranë tij, duke u ndjerë të kërcënuar çdo ditë. Ata kërkojnë që projekti të zbatohet pa vonesa të tjera, pasi çdo shtyrje përbën rrezik real për jetën e tyre. Sipas banorëve, çarje të reja në mure dhe lëvizje të strukturës janë vënë re edhe së fundmi, sidomos gjatë rreshjeve ose lëkundjeve të lehta. Ekspertët theksojnë se nëse ndërhyrja nuk realizohet në kohë, pasojat mund të jenë të rënda, jo vetëm për banorët e pallatit, por edhe për kalimtarët dhe objektet përreth. Ata paralajmërojnë se çdo vonesë shton rrezikun e një shembjeje të pakontrolluar. Banorët, nga ana tjetër, shpresojnë që këtë herë premtimet të mos mbeten vetëm në letër.